Fest Folk 2026 solli në sallën Iliria të shkollës nëntëvjeçare të Zarës një udhëtim të gjatë në traditën folklorike të Bashkisë Konispol. Nxënësit e shkollave të zonës ndezën në skenën me këngë, valle, rite dhe kostume autoktone. Kryebashkiaku Erges Dule theksoi harmoninë kulturore të komunitetit si një hap të rëndësishëm për trashëgimin. Vendin e parë fitoi grupi shkollës Bidosejko Konispoli ndjekur nga vajzat e Sotir Deli Mursi. Kaluan vetëm pak kohë nga investimi për muzeun etnografik dhe sallën e koncerteve në shkollën nëntëvjeçare të Zarës. Dhe ajo sallë me emrin Iliria hapi skenën për Folk Fest 2026 për folklorin e të gjitha shkollave nëntëvjeçare që funksionojnë në bashkinë e Konispolit. Me një sallë të mbushur jo vetëm nga shkollar, por edhe nga banorë të fshatrave më të afërt e dashamirës të shumë të artit, skena foli bindshëm për vazhdues të traditës folklorike të zonës. Të organizuar në grupe ata sollën jetën në pasurinë këngëve dhe valleve autentike, bukurinë e riteve, zakoneve dhe larminë e kostumeve popullore të trashëguar në breza. Festivali Folklorik 2026 i zhvendosur në shkollën Mehmet Xhaferi të Zarës, qysh në këtë edicion të parë tregoi se nuk është thjesht një konkurim mes shkollave, por erdhi si një udhëtim në kohë në gjurmët e të parëve dhe u përcoll si një lloj amaneti që kalon nga eksperjenca e të moshuarve në zemrat e fëmijëve. Skena e këtij festivali ndezi motivet e këngëve burimore, ritmet e valleve karakteristike dhe ngjyrat e kostumeve. Jemi një zonë me diversitet kulturash, komunitetesh dhe besimesh, u shpreh nga skena e këtij festivali kryebashkiaku Erges Dule. Në rast parë dua të falenderoj gjitha shkollat e territorit ton, por edhe gjithë ata që na kanë nderuar nga larg sot si pjesë siç është komuniteti i vlla, i cili na ka ndihmuar dhe me pjesën e kostumeve. Pa diskutim që Bashkia Konispol e keni mbështetjen në çdo aktivitet të organizuar, për vetë faktin që gjithë tre vajon ka një harmoni, një unitet si në aspektin fetar, si në aspektin e traditave, në gjitha aspektet kulturore dhe të jetës zakonshme dhe të përditshmërisë tonë. Kështu që jemi të gjithë bashkë për të njëjtin qëllim, për të trashëguar këto vlera në brezat pasardhës. Me shumë interes, u ndoqën motivet e dasmës Vlahe, me të cilën u përfaqësua shkolla e Zarës, por drejtori i saj, Arbër Xhaferi, vlerëson pjesëmarrjen dhe të gjithë organizimin si një eksperiencë e parë. Atëherë aktiviteti është me tematikën në gjurmë të traditës, që ne jemi munduar që të përcjellim traditën tek të gjithë nxënësit dhe brezat që ta përcjellin atë në brez pas brezi për të gjithë fëmijët e të ardhmen e fshatrave të shkollave që kanë nga Konispoli deri në Vrin. Drejtori i Qendrës Kulturore Vangel Taho, prurjet e festivalit të Zarës i vlerëson si një bazë të mirë dhe për organizimin e festivalit Tradita Çame 2026. Ky festival ka për qëllim që të nxjerrë në pak traditën e vyer të zonës tonë, të popullit tonë, në shekuj që sot transmetohet nga këta nxënës. Ky aktivitet bëhet edhe në kuadër të festivalit folklorik Sofra Konispolate 2026. Nga këta nxënës do të dalin 3 grupet më të mira për të përfaqësuar te ky festival. Festivali sotëm ka bërë pjesë të interesuar për këtë folklor që nga grupi Asambli i Vllehve të Kavajës. E veçanta aktiviteti është sepse shkolla e Zarës na sjell disa sekuenca të dasmës Vlahe, e cila besoj se do të ndiqet me interes nga publiku. Festivali në gjuhën të traditave emocionoi me gjetjet e prurjet e veta folklorike nga Konispoli në Vrin, Zar, Mursi e Shkallë. Në mënyrë të veçantë u vlerësua grupi shkollës Bidosejko Konispol që rrëmbeu vendin e parë, ndërkohë që vendi i dytë shkoi për grupin e vajzave nga shkolla Sotir Deli të Mursisë që ngjitën në skenë vallet e hershme të folklorit të këtij fshati. Shpellat e Konispolit në fakt tregojnë dhe dëshmojnë për një histori mira vite më përpara, ku njeriu ka jetuar, ka punuar tokën dhe ka rritur familjen e tij. Zara është një zonë e mrekullueshme. Zara dhe Konispoli nuk
Ky festival ishte një organizim i Bashkisë Ponispoli mbështetur nga zyra arsimore vendore, drejtoritë e shkollave dhe qendra e kulturës. Ky organizim ishte tregues i punës së mirë që bëhet nga stafet mësimore dhe vetë nxënësit që kanë dashuri e janë të motivuar për të mbajtur gjallë traditën e pasurisë folklorike të zonës, duke e promovuar atë e duke forcuar identitetin kulturor.